I detyrave që ne duhet plotësojmë, si dhe nëse dera e hapur për herë të parë e Bashkimit Evropian për Shqipërinë, jo vetëm me fjalë si gjithmonë më parë, po konkretisht nuk do të ishte kaq afër, me shumë gjas, do isha tërhequr me shumë mirënjohje të madhe në katundin tim të vogël, pas 12 vjetëve të jetuara me mish dhe me shpirt në krye të detyrës më të lartë që vendi i jep një bir i tij, dhe pas gjithë këtyre viteve në krye të Partisë Socialiste. Sepse Shqipëria, pas atyre 12 vjetëve të Partisë Socialiste në drejtim, me punët e panumërta transformuese dhe përtej gjithë gabimeve dhe të metave, u bë një Shqipëri aq tjetër nga ajo që morëm në kuriz kur e gjetëm në buzën e Germinës së vitit 2013, sa që pa këtë orën e historisë në dyert e Europës mund të quhej me kokën lart misioni përmbushur. Po pikërisht pas gjithë asaj përpjekje dhe pune kolosale, dhe tamam kur dera e Europës është hapur realisht, mandati i 4 ishte jo vetëm vazhdimi më i natyrshëm, po e vetmja zgjedhje logjike. Dhe deri në ditën e fundit të këtij mandati të 4, bashkë me ju do të bëjt pamundurën që jo vetëm unë apo ju, po e gjithë kjo partia jonë të nxjerrë gjithçka nga vetja për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Por nëse mandati i vitit 2025 shpjegon pse jemi këtu deri në vitin 2029, ai nuk mjafton për të shpjeguar pse kjo parti duhet ta synoj besimin edhe më tutje. Dhe këtu vjen përgjigja e pyetjes tjetër, pse duam të qëndrojmë ne gjithnjë në krye. Jo sepse HPH ne dim më shumë se të tjerët, jo sepse sot për sot vetëm ne mundemi ta udhëheqim Shqipërinë, jo të tjerët, jo sepse nesër do jetë prapë kështu pavarësisht nga të tjerët, as sepse kundërshtarët tanë janë pa kokë kur janë të vjetër dhe janë të vjetër edhe kur janë të rinj, pas jo, sepse jemi të vetë lidhur pas karrigeve të pushtetit për hir të pushtetit. Përgjigja e vërtetë, them unë, nuk ka të bëjë vetëm me ne. Ka të bëjë mbi gjithçka tjetër në atë që thash edhe më parë, me orën ku ndodhet Shqipëria. Shqipëria nuk është sot ende një vend në një rrugë të zakonshme që mund të ecë, mund të ndaloj, të ndroj qeverinë, të vazhdoj pastaj aty ku e la, sikur koha të mos kishte çmimin që ka sot në këtë orë të historisë, dhe historia të ishte një tren që rin stacion derisa të gjithë bien dakord të niset treni. Demokracitë e vjetra janë vende ku kjo mund të ndodhë, sepse ato e kanë shtetin të ngritur den babaden. I kanë institucionet me tarbjatet kolauduara me breza e breza të tërë. E kanë administratën me shekuj të kolauduar. Dhe kur ecin në rrugën e shtruar të shtetit të së drejtës, ndrojnë shoferin edhe 7 herë në 10 vjet, si Britania.